Në tingujt e këngës Break the Chain, këputin i zinxhirët. Qindra gra e vajza janë bashkuar nismës së kryetares së kuvendit Josefina Topalli 1 miliard që ngrihen, e konceptuar si një revolucion mbar botror kundër dhunës ndaj grave. Një lëvizje ndërkombëtare që erdhi për herë të parë dhe në Shqipëri, e që në ditën e të dashuruarve bën apel për t'i thënë stop dhunës, stop diskriminimit, pro drejtësisë ndaj grave. Një thirrje kjo e 1 miliard grave në mbar botën që sikundër tha dhe kryetaria e kuvendit Josefina Topalli, është vetëm fillimi i një revolucioni për t'u bashkuar në një kaos të përbashkët, atë të respektimit të drejtave të grave, nënave e motrave shqiptare. 1 miliard gra në botë, apo 1 ndër 3 gra përjetojnë dhunën gjatë jetës së tyre. Është një barbari. 1 miliard gra që ngrihen, është një revolucion. Nënat sot ngrihen kundra dhunës. Gratë sot ngrihen në emër të dinjitetit. Vajzat sot ngrihen e këndojnë për nënat tuaja. Ato kërcejnë kundra dhunës. Të gjitha bashkë jemi ngritur për jetën, për dashurinë në ditën e dashurisë. Sot është vetëm fillimi. Deri sa dhunat marrin fund, 1 miliard që ngrihen në botë është revolucioni i dashurisë. Mira që ngrihen sot në Tiranë është një premtim për t'i dhënë fund dhunës. Ju tundni botën. Dashuria fiton mbi çdo gjë. Ndaj dhe në emër të paqes e dashurisë, ashtu si rrallëherë bulevardi Dëshmorët e Kombit u kthye në pak minuta në vendin ku gratë, nënat e vajzat e reja kënduan e kërcyen në shenjë solidariteti për t'i dhënë fund dhunës në tingujt e himnit të dashurisë, këputin i zinxhirët. Aktiviteti organizuar para ditën e sejntes me nismën dhe nën kujdesin e kryeparlamentares Josefina Topalli ka gjetur pasqyrim edhe në rrjetin prestigjioz amerikane botëror të informacionit CNN. Ky manifestim masiv dhe signifikativ i mira grave e vajzave në bulevardin Dëshmorët e Kombit, nën moton Break the Chain, këpusni zinxhirët, është pasqyruar në rubrikën I Report.